Forma e Liverpoolit siç kjo mjegullaja e dhjetorit. Këto drejten mu duk pak këngutshme deklarata e Sallahut. Çdo ndeshje pritet me kon pika e rikthimit për Liverpoolin. Shënjestër.net. Shumë problem me kuptu çka është ndodh. Pas deklaratës fundit Sallahut, po më duket që duhen me dal do gjëra në pa, po shumë vështirë me ditë, janë gjëra të brendshme të klubit që për një me, apo kuptam pa dal protagonistët kryesor me fol, o shumë problem me kuptu. Me të drejten mu duk pak këngutshme deklarata e Sallahut. Mu duk pak këngutshme. Gjithë e dim kontributin e Mohamed Sallahut për Liverpoolin, është prej legjendave të Liverpoolit, domethënë është i pakontestueshëm. Edhe nuk mundet asnjë intervistë asgjë me ja zbe kontributin që e ka dhënë për klubin. Po mu duk pak e gotshme me të drejten. Intervista e tij mu duk pak e gotshme, aq sa më duket pak edhe i parësyeshëm vendimi Arne Slotit për me mbajt në bank për 3 ndeshje radhë. Qëre, tifozët e Liverpoolit e shijojnë çdo ndeshje të Liverpoolit. Është shumë problem. Na jemi kon edhe në ditët më të vështira të klubit jemi kon pranë klubit. Aq me tepër thash që jemi kampion fuqi të Anglisë. Edhe kemi grupin e lojtarëve shumë të fortë, edhe unë besoj që shumë shpejt çdo ndeshje pritet me kon pika e rikthimit për Liverpoolin. Edhe mendoj që mas 2 fitoreve minimum Liverpooli do të hyjë në seri edhe do të kthehemi në formën ku e meritojmë. Një trajner që e udhëheq klubin e Liverpoolit nuk mundet me kohë trajner akcidental. A kupton? Arne Slot e ka dëshmuar veten edhe në Holland me Feyenoordin, e ka arrit me bëu Feyenoordin kampion, a kupton? Do thonë është trajner i jashtëzakonshëm për mendimin tim. Normalisht që ja ka huq me disa taktika edhe ajo që ka mu po më pengon më shumë ti është që po insiston, domethënë edhe përkundër rezultateve negative, prap po insiston sistemin e tij. Duhet me bot diçka ndryshim dorën zemër, po fajtori është, unë mendoj që është i përbashkët. Është edhe forma e lojtarëve. Tragedia e Jotës që ka ndodhur gjatë verës, besoj që ndikon. Ndikon edhe ka me ndiku komplet këtë vit. Por te lojtarët absolutisht te lojtarët. Disa prej tyre e kanë thonë edhe publikisht që ndikon edhe ka me ndiku. Disa prej tyre janë mundu me fsheh. Liverpooli në Champions League ka dëshmuar që është ujk i vjetër. Na edhe në vitet domethënë ku kemi pas shumë probleme, në Champions League jemi kon prej ekipeve më të papërshtatshme, në ndeshjen kundër Interit absolutisht presim rezultat pozitiv. Unë nuk e mendoj edhe nuk e besoj që duhet më dhon mesazh tifozëve të Liverpoolit me qëndru klubit pranë. Gjithë tifozët e Liverpoolit janë aty si në ditë mira, si në ditë vështira. You'll never walk alone. Shënjestër.net